Përshëndetje miq, kam 40 vite që bëj baklava çdo vit. Por ama si këtë herë më kishte dal kur më parë kaq e mirë. Baklava me plot shije, petet shumë të holla dhe që ndahen të gjitha nga njëra tjetra. Pra ka dalë një baklava speciale. Kjo baklava përgatitet shumë lehtë dhe pa lodhje. Si fillim përgatisim brumin. Në një anë hedhim 4 vezë të plota dhe 2 të verdha. Pak sheqer, pak krip. I përzim mirë derisa vezët fillojnë të fryhen paksa. Shtojmë vajin, kosin, qumshtin dhe pak fryerës. I përzim mirë dhe shtojmë mielin. I përzim mirë derisa fillon të trashet masa. Më pas e kalojmë në tavolinën e punës, e ngjeshim paksa me dorë me pak miell për 3-4 minuta derisa të na formohet një brum i mirë dhe elastik. Brumi për baklava duhet të jetë as i fortë shumë dhe as i butë, por një brum mesatar. Më pas brumin e mbulojmë me qese kuzhine dhe e lëmë të pushojmë për 20 minuta. Pas 20 minutash brumin e presim në 2 pjesë. Këto pjesë i presim në copa të vogla dhe i rrumbullakosim në kulaç. Kulaç shikoni pra sa të vegjël i kam bë. Më pas këta kulaç i vendosim në një tepsi, të lyer me pak vaj dhe i mbulojmë me qese kuzhine. I lëm të pushojmë për 10 minuta në ambient të ngrohtë. Pas 10 minutash hapim secilin kulaç një nga një, i vendosim 5 kulaç njërin mbi tjetrin, duke ju hedhur secilit një seshte, që t'i hapim sa më lehtë dhe peta të ndahet njëra nga tjetra. Petën duhet ta hapim sa më të hollë dhe sa mallësia e tepsisë. Më pas lyp tepsin me vaj dhe vendosim petën e parë. Vendosim krejt petët kështu me radhë. Un kam vendosur 26 petë poshtë dhe 26 petë sipër. 4 petë nga 5 dhe një 6. Në total 26 poshtë dhe 26 sipër. Më pas shtojmë arrat, të cilat i kam shtypur mirë, u kam shtuar pak sheqer dhe i kam përzyer mirë. Sipër arrave shtojmë petën tjetër dhe kështu me radhë. Vendosi të gjitha petët. Mbasi kam vendosur të gjitha petët, filloj dhe e pres baklavan. E kam prerë në formë ylli. Në këtë kohë kemi shkyrë dhe gjalpin, e kam lënë të ftohet, i kam hequr sipër dhe shkumen dhe ja hedh baklavas. Me anë të një luge me kujdes që mos t'i hedh atë pjesën e bardhë që ngelet në fund, sepse na e bën baklavan me njolla të zeza. Më pas e çoj në furrë për t'u pjekur. Furrën e kam ngrohur përpara në temperaturën 180 gradë. Momentin kur fus tepsi në furrë, e uli temperaturën 150 gradë dhe e lë të piqet për 3 orë. Mbas 3 orësh baklavaja është pjekur. E heqim nga furra dhe e lëm të ftohet. Në këtë kohë përgatisim shërbetin. Në një tenxhere hedhim ujin, sheqerin, pak vanilje dhe 2 feta me limon. I përzim mirë dhe i lëm të marrin val. Në kohën kur merr val, e lëm të zi për 15 minuta. Pas 15 minuta, shërbetin e kemi gati. Mbasi baklavaja është ftohur, marrim shërbetin, duke marrë val dhe ja hedhim përsipër. E mbulojmë me një tepsi dhe e lëm të ftohet për 2-3 ditë. Mbas 3 ditësh, baklavaja është zbutur dhe ka dalë shumë e mirë. Shikoni pra si ka dalë, e shkri, fetat e holla, të gjitha ndahen njëra nga tjetra. Tani baklavaja është gati për të shërbyer. Regjistrojeni videon që edhe ju ta përgatisni baklavën tuaj këtë vit dhe t'i mahnisni të gjithë ata që do ta provojnë. Jo pra ishte receta ime për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju boft mirë nëse e provoni. Faleminderit.